Por I kthehemi me një epizod tjetër të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi gazetorin Imer Topanica, me të cilin do të bisedojmë për politikën aktuale në vend. Imer, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Imer, pas 8 muajsh e patëm rastin me u votu qeveria, e që faktikisht nuk ndodhi, domethënë prej pas luftës është qeveria por që nuk votohet. Qysh e pe krejt këtë gjendje në govend? Po më duket e kam thënë edhe në një rast tjetër, ose të paktën e kam pasur edhe si artikull publik që lëvizja vendvendose ka pasur rastin ta kapitalizoj një fuqi politike të jashtëzakonshme, si asnjë parti tjetër më parë. Ti kesh 51% mbështetje elektorale, e të mos I shfrytëzosh dhe pas një mandati të dështosh në mënyrë kaq flagrante është e pabesueshme. Natyrisht në përgjithësi kjo nuk është e mirë për vendin, për Republikën, sepse po futemi në një fazë shumë të rëndë të një krize të re, veç asaj ekonomike e diplomatike, që besa edhe politike. Kjo është fatkeqësia jonë. Duket që edhe këtë e thash para disa ditësh të një emision të një televizion tjetër që e mira do të ishte që ta kalonim këtë fazë, këtë krizë të rëndë nëpërmjet një alternative tjetër. Edhe pse se kemi provuar shumë të një qeverie të përkohshme, e t'i kalojmë disa projekt ligje në mënyrë që të mos ballafaqohemi me një krizë edhe më të rëndë. Po, vendosjen na kena po brenda vitit prej 25% që ka shkuar 50%, po për një mandat 4 vjeçor gjithashtu patërromi 10%. Flet kjo për një vendisim të popullit që I cili shpërblen edhe ndeshkon me votën e tij? Sado që kemi dëshirë që vetdia politike e shoqërisë të jetë në një nivel më të lartë, megjithatë në krahasim me vendet e tjera të rajonit, ne kemi treguar një farë pikurie më të madhe politike. Për shembull, nëse I referohemi Shqipërisë ose Serbisë ose vendeve të tjera të rajonit. Ka disa prej tyre që janë në një fazë të pakapërcyeshme, nuk kanë edhe çush më thënë zë opozitar. Të paktën te ne ja kemi dalur që për një herë ta përmbysim skenën politike. Nëse në opinion është forcuar ideja që një klasë politike është korruptuar, e ka humbur, si më thënë, fuqinë politike. Dhe kjo tregon për një vedije të shoqërisë, një vedije të lartë politike të shoqërisë. Edhe kjo rënja e lëvizjes vendosje padyshim është një tregues. Ndonse nuk mund të cilësohet si rënje e lehtë, është rënje e madhe, prap. Rënje në kuptimin e standardeve politike, nëse ju referohemi vendeve të zhvilluara, mund të jetë në rënje normale 1 deri në 2%, po jo 10%. Sepse secila forcë politike që e merr përgjegjësinë për të qeverisur dhe e kalon një mandat të plotë, padyshim që do të ketë grupe që nuk do të kënaqen me performancë, sepse kërkesat gjithmonë janë të larta të shoqërisë. Nuk mundesh t'ia dalësh gjithmonë t'i kënaqësh të gjitha grupet shoqërore, mirë po 10% është rënje e rëndë dhe kjo tregon shumë për lëvizjen vendosje. Cilat janë faktorët që kanë dërguar deri te kjo blokadë? Duket s'pari kanë ndjekur një lloj strategjie të paprecedent në një mënyrë, sepse I kanë ftuar subjektet e tjera parlamentare që ta votojnë në rastin konkret kabinetin e ri qeveritar pa marrëveshje politike. Kjo I bën si thuash ta hedhësh hapin e 10 pa I bërë të tjerë të parë. Domethënë pa ulur pa nënshkruar një marrëveshje të definuar në letër me një subjekt politik, nuk mund të kërkosh mbështetje prej atij subjekti, sepse ai ka qenë oponent dhe mbetet oponent në skenën politike. Secili që futet edhe bëhet pjesë e kësaj skene politike, ka për synim që të kap sa më tepër në një mënyrë pushtet, sepse kjo e rrit subjektin politik dhe kjo ja jep mundësinë që të dëshmohet në raport me votuesin. Prandaj
pa marrëveshje politike, nuk mund të kërkosh mbështetje prej skenës politike. Kjo është absurde, e para. E dyta, gjuha, siç e tha vet kryeministri në largim, e kontaminuar me një stigmë, me një stil përjashtues, gjuhë përjashtues është një faktor tjetër. Po mbi të gjitha e kaluara e afërt dëshmon se të gjitha subjektet politike të cilat kanë bashkëpunuar me lëvizjen vendosje kanë dalë të copëzuar ose të dështuara. Kështu që thjesht i frigohen bashkëpunimet me të. I bie që nuk e ka gjetur formulën e duhur as të komunikimit e as të bashkëpunimit me asnjë subjekt politik. Nuk mund ta kultivosh edhe më tutje një lloj logjike të tillë të thuash se secili që nuk është me mua, është kundër meje dhe kundër Republikës, ose është me Serbinë. Kjo është e palogjikshme. Të paktën te një pjesë e elektoratit kjo lloj formule nuk ecë. Personalisht kryetari i vendosjes në veshtrimin tënd, domethënë, a kishte vullnet politik që të formuojë qeveria? Jo dhe aq. Më duket se si çike në tyre është etabluar ideja që janë një forcë e pamposhtur dhe e përhershme politike. Gjatë fushatës së fundit elektorale për zgjedhjet qendrore kanë besuar ose të paktën reflektojnë të tillë në këtë kuptim që kanë qenë të bindur se mund të marrin jo 51%, po 61%. E mandej nuk janë ambientuar me rezultatin që ka dalë krejt i kundërt. Kjo ua ka dhënë, si me thonë, atë konfidencën e parsyeshme se nuk ka nevojë për bashkëpunëtor të tjerë, nuk ka nevojë për partner qeverisës, mirë po, verdikti ka qenë i tillë, nuk mund të qeverisësh, verdikti i sovranit është fjala, nuk mund të qeverisësh i vetëm, nuk e kemi besimin e mjaftueshëm në ty sa t'i lëmë gjithë frerët e shtetit në duar. Fjalimin e Albin Kurtit në kuvend, që besoj e ke dëgju, ka një farë si lloj hapje fushatës, i përmendi, domethënë, 90% i përmendi punë që i ka bu gjatë 4 vjeçarit, gjithashtu ato tu në viktimizimi. Leximin tanë, çysh ke, domethënë, çysh e pe, çysh analizove këtë fjalim? Po mire cilësove një lloj viktimizimi, një lloj përpjekje për justifikim për gjitha ato punë që nuk ja ka dalë t'i realizoj, edhe në anën tjetër një lloj toni më i zbutur në raport me krejt skenën politike. Mirë po, kjo përpjekje për ndrrim strategjish më duk tepër e vonë, sepse nuk rezultoi me diçka konkrete. Domethënë, u fut po ashtu në histori të Rejt Kosovës si një propozues i një kabineti që nuk ka lënë mrena në parlament. Ndër tjera aty e propozoi kabinetin e ri që kanë trem, domethënë që nuk janë pjesë të politikës, siç është Fatmir Spahiu aktori. A ishte befasi kjo për juve? Spari nuk është diçka e re për skenën politike, sepse edhe në të kaluarën ka pas figura që kanë ardhur prej shoqërisë civile të pa angazhuara direkt në subjekte politike. Ka bërë vetëvendosja. Edhe vetëvendosja, domethënë ka provuar ta përthithë, si më thanë, në zonën intelektual të shtrim jashtë skenës politike, po diçka befasuese nuk ishte me përjashtim të asaj që domethënë dul antagonist me vetë figurën e dikush me të vetën, kur i kritikoj ke subjektet e mëhershme për propozime të kabineteve me shumë ministra dhe me shumë zëvendës ministra. Vetë e ka pas promovuar idenë se do të ketë vetëm disa dikaster, jo 20, 12 me sa më bëjmë. Kështu që në këtë aspekt një farë mënyre nuk ishte një farë propozimi që të shtyn të mendosh të thuash as sikur ta kishim votuar në një farë mënyrë. Në një veprim që më duket çuditshëm ka që e propozoi kryeparlamentari Ndimal Bosha për ministër, e që u lexuesi një farë akt pendese që ai u bë kryeparlamentar. Çyshe peshto? Paj, nëse duke aluduar aty te ideja që nëse është i padenj Ndimal Bosha për kryeparlamentar, atëherë nuk është i denjë as për ministër,
bile përkundrazi afekti i punës së tij, veprimtarisë së tij si udhëheqësin i dikasterin, në këtë rast si ministër, është më i madh dhe më i rënd në raport me menaxhimin edhe me qeverisjen e atij dikasteri së si një farë lloj spikeri në parlament. Ndonë se në protokollin zyrtar, figura e kryeparlamentarit renditet e treta pas presidentes dhe kryeministrit, megjithatë roli i tij është më pak i dëmshëm nëse është i keq një farë mënyrë, i padenj për atë pozitë, se sa si ministër. Si ministër mund të ketë edhe mund të ndërmarrë veprime që mund të kenë pasoja shumë të rënda. Në parlament megjithatë mund të menaxhohet disi. Po, ka kompetencë ekzekutive. Në këto 8 muaj u konë një luftë se cili po del më mirë në publik, cila parti po del më mirë në publik. Do ja hedh gjithmonë fojë njëra tjetrës se nuk po konstituohet kuvendi. Cila mendon që ka dalë më mirë në publik edhe cila u met fajtore për bllokimin e institucioneve. Për fat keq është ndërtuar një lloj standardi i atill saqë shumica e subjekteve politike bëjnë luftë më të madhe se si ta krijojnë një perceptim pozitiv në opinionin publik se sa të dëshmohen me punë dhe veprimtari konkrete. Edhe mandej konsekwencat janë të mëdha sepse kur vjen në shprehje punë konkrete ato nuk ekzistojnë. Unë mendoj që në përgjithësi ka humbur Republika. Po ndoshta në këtë fazë të paktën është ndërgjegjësuar edhe vetëdijsuar mjaftueshëm qytetari ynë saqë ta di se kush mban përgjegjësi më të madhe në blokadën 8 mujore që është ndoshta prap një rekord i zi në këto vitet e fundit. Me 12 tetor të këtij viti, domethënë u mbajtën zgjedhjet lokale, ku patë edhe rezultate që nuk janë qenë të pritura. A kishte befasi në veshtrimin tënd Dimer? Jo dhaq. Ndoshta në kushte normale, meqense se kam pasur pushtetin qendror, vetëvendosja është pritur që të ketë më shumë komuna të fituara. Tash në balotazh nuk e di, po kam një farë lloj parandjenje që do t'i humb shumicën e komunave në cilat ndodhet në balotazh. Ta shohim, mbetet për të parë, po i ka acaruar as shumë raportet me subjektet politike saqë vështirë që mund të gjej partner edhe për krahas. Edhe pse algoritmi i zgjedhjeve lokale është këtë tjetër me ato qendrore. Këtu vjen shprehje interesi direkt i qytetarit, e mandej presioni është më i artikuluar sepse ka të bëjë me gjëra shumë konkrete. Në qoftë se pushteti qendror, parlamenti, deputeti, nga prizmi një qytetarit thjesht duket shumë i pa arritshëm në kuptimin edhe të komunikimit përditshëm me asambleistin është ndryshe. Ai jeton në atë mjedis ku vepron, është shumë direkt i ndërlidhur me hallet e qytetarëve dhe prandaj Se cilin votuesen je? Patjetër, edhe mandej ky votues mund t'i bëj presion më direkt e më të madh për të bërë pjesë e një qeverisje lokale. Dhe mandej këto bashkëpunimet ndërmjet subjekteve politike që më tepër janë kështu kuptimin e retorikave politike se sa që ka diçka konkrete, sepse fundi fundit nuk është që dallojnë shumë njëra me tjetrën, nuk vinë në shprehje në atë nivel. Edhe te kalohen më lehtë. Në nivelin qendror, thuajse gjitha partitë opozitare kështu a priori, domethënë A, K, PDK, LDK, i vendosën vijat kuqe vetëvendosjes për koalicion. Po këto vijat kuqe nuk u bartën në nivel lokal. A mendoni që u dosht me u bart apo dallon për shkak se dallojnë edhe interesat? Në spari klima politike edhe gjuha politike do të ishte shumë në kushte normale, do duhet të ishte shumë e relaksuar. Vetë raportet e lëvizjes vendosje me subjektet e tjera politike janë më të këqija se sa para 4 vitesh. Për konsideratën time, mund të jem gabim, po të paktën kështu më duket edhe kështu e perceptoj. Pse?
ndoshta për arsye se cila po provon ta shtri, si me thënë, ndikimin në atë nivel edhe ta kultivoj një lloj qytetari militant të idesë politike dhe jo një qytetar që sheh pa barriera, që sheh edhe lexon situatën politike pa, si me thënë, pengesa. Sepse militanti nuk ndryshon mendim. Siç është ajo shprehja, lind një militant, vdes një qytetar. Dhe këta kanë nevojë për këso lloj votash. Me thënë në një kuptim pak më të përgjithshëm, militanti identifikohet me ignorancën dhe ignoranca e masës është një kapital për një qeveri të korruptuar. Prandaj këta provojnë në vazhdimsi ta kultivojnë një lloj modeli të tillë të qytetarit. I merë nëse mbon zgjedhjet të reja janë zgjedhjet e katërta brenda vitit. A mendoni që janë lodhë qytetarët ta prit një pjesëmarrje të madhe në këto zgjedhje? Natyrisht vullneti do të zbehet, do të ketë më pak qytetarë që do të dalin ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Dhe gjasat për të ndryshuar shumë skena politike janë tepër të vogla. Megjithatë, ndoshta pas krejt këtyre pengesave, këtyre gjërave, këtyre veprimeve obskurantive, domethënë të skenës politike, do të vinë në një fazë ku do ta kuptojnë se nuk mund të bëjnë diçka krejt të vetëm, pa bashkëpunim dhe pa ulur në tavolinë, pa i shkruar gjërat ashtu siç duhet. Rezultati apret që mund do të më ndryshu apo do të jetë pak a shumë ai i zgjedhjeve të shkurtit? Do të jetë gjasat që për shembull varet edhe prej ofertës politike, sepse nëse për shembull pas përfundimit të zgjedhjeve edhe lokale, domethënë me këtë fazën e balotazhit, nëse Lidhja Demokratike mund të reformohet, mund të nxjerrë një kandidat tjetër për kryeministër, mund të ofrojë një si më thonë, një konjunktur të kandidatëve krejt tjetër, edhe më konkurruese, mund të korrë rezultat më të mirë, ose megjithse gjasat janë që për shembull Partia Demokratike ta ketë një rritje të lehtë, unë nuk shoh mundësi shumë të mëdha në kuptimin e reformimit të kjo parti politike. Po lëvizjen vetëvendosje e shoh në rënje të vazhdueshme për arsye sepse pat një mundësi ideale për të dëshmuar ndryshe nga krejt skena politike edhe nga krejt pararancet e saj në ekzekutiv. Mirë po, nuk u dëshmua. Domethënë për 4 vite nuk ja doli ta nis e ta përfundoj një projekt të madh kapital, ose ti përfundoj ato projekte kapitale që i kanë nisur ish qeveritë e kaluara. Asnjërin prej magjistraleve, për shembull Prishtinë, Podujev, Mitrovic, Prishtinë, nuk i ka përfunduar, ende ka segmente të papërfunduara, ka ura të papërfunduara. Brenda 2 javësh i ndërtoi 2 ura në Mitrovic, mirë po asnjë nuk e ndërtoi edhe nuk e përfundoi në rrugën magjistrale Podujev, në rrugën magjistrale Prishtinë-Podujev. Ose për shembull me gjithë premtimet për rrugën Gjilan-Prishtinë, nuk është nisur magjistrale në fjalë. Domethënë hiç ato mungesën e investimeve të mëdha të huaja, investimeve kapitale, përgjithësi sipas disa statistika, sepse unë nuk jam njohës i ekonomisë, po ka pasur një rënje drastike të këtyre investimeve. Plus inflacioni, shtrejtimi i produkteve si ai energjisë elektrike, gjitha këto ikja e të rinjve dhe trurit Kosovës, vazhdimi i largimit trurit Kosovës e kështu me radhë. Domethënë gjitha indikacionet janë që kjo do të vazhdojë të bie për gjitha këto arsye që i tha më sipër. Se e kalum pjesën e presidentës, tash tupi një farforme është çështja e qeverisë është e nduart e presidentës. A mendoni që mund me pas një qeveri domethënë të opozitës apo e përjashtoni këtë opsion? Për shkak se pa votat e liçit serbe nuk bëhet. Nëse ju referohemi deklaratave zyrtare,
të zyrtarëve të partive politike, ish zyrtarëve domethënë partive opozitare, sepse ende nuk e kemi parlamentin edhe qeverinë që ta cilësojmë njërin palë si opozitë. Nuk ka gatishmëri për ta marrë këtë përgjegjësi. Mirë po, presidentja ulet dhe diskuton megjithatë me ata sepse kërkon, si më thonë, procedura ligjore në këtë mënyrë që në mënyrë zyrtare të merret një përgjigje prej këtyre entiteteve politike që operojnë sot në skenën politike, e mandej të vendos se çfarë të ndodh me skenën politike. Gjithsesi, zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë të pashmangshme. Dhe do t'i kemi, nëse jo në këtë fund vit, të paktën në pranverën e vitit të ardhshëm. Pas jim të presidentja, pikërisht pranverën e vitit të ardhshëm i përfundon mandati i saj 5 vjeçor si presidente. Në veshtrimin tënd, si e shihni tarmen politike të zonës osmane? Nuk e di, mund të jetë një lexim i gabuar prej anës time, po unë kam përshtypjen që ajo ka humbur një mundësi që të tregohet më e dinjitetshme në raport me gjykimet e këtë veprimeve të subjekteve politike. Nëse subjektit cilin ajo vetë ka themeluar, subjekti guxo një farë mënyre i ka rëshqitur prej duash, së pari mandej ky parafrim i dukshëm me lëvizjen vetëvendosje, ende pa u konstituar si duhet parlamenti t'ja jap mandatin të parit të vetëvendosjes, kanë besoj, ose të paktën duket mua që nuk ka quar shumë sinjal pozitiv të subjektet e tjera politike, duke përfshirë këtu ish partin në cilën ka vepruar. Kështu që nëse nuk ja del një farë mënyre, nëse nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete me lëvizjen vetëvendosje për të rikandiduar në atë pozitë, nuk shoh shumë të ardhme të ndritshme, si më thënë, për atë në të ardhmen. Ju personalisht i merrni një pjesë një subjekti të ri, Partia më e re në Kosovë, forcës së re kombëtare, a do të merrni pjesë në zgjedhjet e reja nëse mbohen në këtë fund vit apo në fillim të vitit të ardhshëm? Vendimi natyrisht merret në mënyrë kolegiale, kolektive, domethënë duke vendosur me konsenzus brenda grupit. Mirë po, unë personalisht natyrisht që mendoj që duhet vazhdojmë të jemi aktiv, sado që forca jonë, pesha jonë politike aktualisht është ende e vogël, edhe pse ka pasur në një farë mënyrë rezultate, sepse nëse i referohesh legjislaturës kaluar, edhe sheh që pa qenë pjesë e parlamentit, ja kemi dalë ti bllokojmë disa projekt ligje që për konsideratën tonë janë të papranueshme, mandej në farë mënyrë kemi qenë ndoshta shkaktarët kryesor pse lëvizja vetëvendosje ka rënë në 10%, përndryshe në një kontekst tjetër politik, hipotetikisht pa ekzistencën tonë, do të ishte shumë e vështirë të besohej se mund të binte kaq shumë. Do të thënë, kjo tregon që kemi pasur megjithatë një farë rezultati. Dhe nëse jemi në kuptimin ashtu siç pretendojmë të jemi, idealista dhe njerëz që ja duan të mirën Republikës, jo domosdo në një farë mënyre duhet të jesh pjesë e parlamentit për të bërë ndryshime edhe për të nxitur të tjerët që të bëhen më të mirë. Unë të falenderoj që pranove ftesën tonë dhe ishe këto pjesë me neve. Faleminderit, erdha me kënaqësi si shumë hera tjera, shpresoj që do ta kemi derën hapur edhe për ftesat e radhës. Patjetër, faleminderit shumë.